Tenderimi i hapësirës së afër spitalit ku ishte qerdhja publike për parkingje nëntoksore ka ngjallë reagim tek opozita. Ish-drejtori i infrastrukturës Ardian Ferizi, njëherët arkitekt, thotë se kjo parcel duhet shërbej vetëm për qerdhe dhe jo të dedikohet për projekte të tjera. Sipas tij, kështu e thot edhe ligji, pasi që me udhëzimet administrative të normave teknike të planifikimit hapësinor, qerdhet nuk duhet të jenë larg qendrës më shumë se 500 metra. Ajo që është shqetësuese se me udhëzimin administrativ, me legjislacionin sekondar, udhëzimi administrativ 08-2017 është të përcaktuar te normat teknike distancat e qerdheve, domethënë radiusi i qerdheve në zona urbane, ku për qerdhe është 300 metra, ndërsa për kopsht është 500 metra. Dhe në këtë rast, në vend se të ndërtohen qerdhe të tjera në qendër të qytetit për me mbulu këtë radius, për me mbulu këtë rreth, ai shkon edhe projektin cilën ne kemi fituar në 2013 nga Komisioni Evropian, donacionin për ndërtimin e qerdhes së re, është vendosur diku 1.3 kilometra larg qerdhes ekzistuese. Me çka realisht është në kundërshtim edhe me planin zhvillimor komunal, edhe me legjislacionin sekondar për çështjen e planifikimit hapësinor. Ferizi, i cili në pushtetin e PDK-s ishte marrë me një donacion të përfituar nga BE për ndërtimin e qerdhes së re afër spitalit, thotë se po t'i jepet shansa edhe një herë partisë së tij për të udhëhequr me Ferizajn, në atë hapësirë do të ndërtohet edhe një qerdhe publike. Kërkojmë për kryetarin e komunës të respektoj këto ligje të cilat janë në fuqi, sa i përket planifikimit hapësinor dhe kërkoj që çdo herë në çështje të tilla të koordinohet edhe me ekspertë se shumë lehtë mund t'ia shpjegojnë edhe çështjen e legjislacionit primar dhe atij sekondar dhe ku lejohet të zhvendoset një qerdhe apo ku lejohet të ndërtohet një qerdhe e re. Absolutisht qerdha aty duhet të ndërtohet për arsye se është e përcaktuar, po them edhe një herë me ligj, është e përcaktuar me legjislacionin sekondar dhe qytetarët duhet të kenë një qasje jo më lart se 500 metra në qerdhe apo kopsht. Po nëse nuk ka buxhet në ndërtuar një qerdhe, nëse nuk ka buxhet për me pas më shumë të punësuar atë. Jo ka mundësi se ka mundësi të ketë buxhet për arsye se nuk janë projekte sa të kushtojnë shumë dhe është një nevojë e madhe e qytetarëve që të kenë dhe mbas udhëzimeve administrative edhe legjislacionit sekondar të kenë qasje sa më të afërt në qerdhe. Ndryshe, arkitekti Ardian Ferizi vlerëson se parkingjet nëntoksore me partneritetin publiko-privat i ka parapar edhe pushteti i kaluar, por ato duhet të harmonizohen edhe me planin zhvillimor komunal, të cilin komuna Ferizajt ende nuk e ka gati.